Mirëmëngjes, Katerina. Mirëmëngjes, ja, të barë. Faleminderit gjithashtu edhe për ty zemër, se kisha mendjen këtu që po hapja makarona, thash se uji po na bëhet gati. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë të bukur dhe një javë të mbarë dhe ju ftoj këtu te këndi ynë i gatimit për të parë recetat që do përcjellim për juve sot. Siç e shikoni, kam makaronat, kam vendosur domethënë për të bërë ujin gati, që të bëjmë një parazierje të makaronave. Çfarë do t'i bëjmë makarona? Do t'i bëjmë si një lloj pasticcio ose sufle, si mund të themi ndryshe, sepse nga përbërësi që do të hedhim brenda, nuk është ajo pasticcio tradicionale që bëhet me djathë të qumësht në një kos, në një gjë që mund të hedhim brenda, por do ta sillim me kërpudha, me domate të pjekura në vaj, do të kemi pana kuzhine, pak djalë, pak vaj, në një vezë nëse doni dhe patjetër edhe pak djathë parmigiano, do me thonë kemi neve për zgjedhur një djathë kaçkavall të fortë që mund të përdorni ju ose një lloj djathi që mund të keni në shtëpi. Pra këto janë përbërësi që do ta duhen për të përgatitur këtë sufle dhe me që un kam ujin gati sepse prandaj dhe po i mbaja se më ishte bërë. Nisëm më një herë nga puna dhe për t'i vendosur në sierje. Makaronat që Kati ka zgjedhur sot. I hedhim të gjitha në fakt se kemi tavën e madhe, të cilat i gjejmë në të gjitha pikat e dyqaneve në Rancë, janë fustilit që do të përgatitet kjo recet sot dhe jo vetëm makaronat, por gjithçka që kemi këtu në banakun ton të këndit të gatimit sot, ju i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Rancë, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë dhe me ç'po shoh do të kemi 3 bie Kati, 3 receta apo këtu jemi në një? Jemi këtu, domethënë kemi këtë recetën që unë sapo përmenda dhe thash se çfarë do të na duhet dhe çfarë do të përgatisim. Do të kemi një recetë tjetër që është shumë e thjeshtë, por shumë e shijshme, domethënë shumë e shijshme. E mirë, sepse përdoret domethënë edhe për Anvisat për të marrë ato zonjat që shkojnë në punë, mund ta përdorim domethënë për kafe, për çaj, biskotat janë këto me të shër, por jo vetëm, të cilat janë edhe për fëmijët për t'i marrë me vete në shkollë. Apo të kripur e kemi? Të kripur, janë të kripura. Është kësaj receta. Po, kemi për të dyja. Do shtojmë dhe pak ande dhe pak tepër, prandaj kam vënë në qendër që ta kem për të dyja recetat. Këtu tani kam menduar një recetë meqense koha ishte kështu, domethënë si e vranët edhe këto thjerza ose fasule, neve sigurisht që e fillojmë ditën e janë. Nëse ju ndodhe në shtëpi, do t'ju them një recetë, domethënë shumë të thjeshtë. Këtu kam ujë të ftohtë, thjerza të cilat i kam larë disa herë dhe do t'i hedh direkt në ujë të ftohtë. Nëse keni, mund të shtoni dhe ju. Nuk e kam shkruar si recetë Anila, se mendova tani në moment për arsye të kohës. Mire bëre. Dhe ndërkohë që është një recetë shumë e thjeshtë. Nëse ju ndodhet në shtëpi, sigurisht qep kemi, nuk e diskutoj. Qep, një karotë dhe një specë të kuqe gogozhare, sepse sigurisht që një domethënë nga bashkëpunime të gjitha këto, karotën, qepën edhe specën, na bëhet si thua unë do t'i kthej në një trajt pure dhe do t'i hedh me njëherë bashkë me thjerëzat në ujë të ftohtë për të filluar me njëherë për të përgatitur. Do t'i krish ashtu, të pagatuara. Po, të pagatuara, kështu siç janë. Tani një pyetje kam, thjerëzat pse i hidhen në ujë të ftohtë? Kështu duhet, ka në një regull, apo? Shikon qikma, i bëj si sup tani dhe do t'i kaloj në ujë të ftohtë direkt. Nuk ka nevojë që të ashtu, sepse do të bëhen sup. E kuptoj. Mirë, ndërkohë që mund t'i hedhim edhe në ujë të ngrohtë. Mund t'i hedhim që ka vërdisim qepën dhe shtojmë thjerëzat. Si kemi bërë herë të tjera. Tani unë e sjell në një trajt supe që bëhet shumë shpejt gati. Prandaj e bëj kështu që ndoshta në fund, po të duan Anvisat, mund edhe ta grinë prap ta bëjnë në një trajt kremoze. Mund ta heqim të lutem Anila sepse s'kam më nevojë. Mirë, ndërkohë ne do të kalojmë në grirje qepën, specin e kuq edhe karotat dhe gjatë kësaj kohe që Kati po punon, unë përfitoj nga koha për të lexuar recetat. Sot po gatuajmë sufle me makarona e kërpudha. Për këtë recet do të na duhen 300 gram makarona, një konserv kërpudha ose 400 gram kërpudha të freskëta. Nëse doni ti bëni me kërpudha të freskëta, na duhen 10 domate të pjekura në vaj, 2 filxhan pana, djathë kaçkavall, vaj, krip, piper dhe ar moskat. Ndërsa
Receta tjetër e biskotave të kripura me tërshër do t'jetë kjo. 1.5 filxhan miell tërshër, 1/2 filxhan me miell normal, pra 1 lugë pluhur pjekës, 1 lugë krip, 4 lugë vaj ulliri, 80 gram djath kaçkavall, gjysmë filxhani me ujë, rigon ose trumz. Dhe po bëjmë dhe thjerza që nuk e kemi në recetë sepse janë thjerzat të kuqe jeshile apo miksin e thjerzave që gjeni në ranci. Po, qep karo spec, edhe vaj. Edhe vaj, po. Sigurisht kripa e piperi pastaj këto i kemi në çdo recetë. I ndihmoj me pak ujë të ftohtë në momentin që i grim. Dhe pastaj jerim direkt edhe këtu. Veç se të lutem Anila Mandir sepse gati. E kam lënë shumë. Kjo bëhet një supë shumë e mirë, shumë e shijshme. Atë që dua të shtoj tjetër, përveç se këtyre, unë do i shtoj edhe një lugë nga kjo mix erzash, që i ka të gjitha brenda. Kemi marrë një paketim të ri, po shoh që është i pa hapur. E kam hapur. E kam hapur. Mix erzash për mish, tava, supa, salsa. Mos fush lugën brenda, prandaj e kam bërë ashtu. Kjo është 500 gram dhe me një paketim të tillë shkoni goxha në fakt. Për shumë gatime. Po. Ne këto që nga paketimi më i vogël e deri te këto të mëdhat i kryejmë shpejt e shpejt. Ku kam hapur tani? A shikon që me zore gjen ti që e ke hapur? Hapa që ta kem kujdes. Ke hapur si xhep. Jo, se nuk duaj që të marrë avull nga kjo tenxhere, prandaj s'do të fush lugën brenda. Megjithatë miksin e erëzave në ranci e keni edhe me këto paketimin kështu, pra nëse doni ta ruani Erdhëm përsëri te ju, vazhdojmë të jemi live në Vila 24 për të përgatitur receta të shijshme dhe Kati ishte në dilema të bëj këto, atë bëj këto. Atë bëj këto, e di çfarë Anila po bëj biskotat. Po bëj biskotat faktikisht që ti përgatisim e ti vendosim në furrë për të bërë gati, ato një bashkim duan sepse nuk është diçka. Edhe këtu tani prap një bashkim. Neve kam këtë djathin parmigiano, të cilën unë griva pak në rende edhe për recetën ande edhe për këtë. E kam, domethënë ta lë këtu për momentin të shikojmë se sa do na duhet. Atëherë për të përgatitur biskotat të dashura Anvisa do të na duhet 1 filxhan e gjysmë miell tërshëre. Mund të keni edhe tërshër të cilat janë në këtë trajt që mund t'i kaloni në blender, domethënë t'i grini dhe t'i bëni pluhur. Por nëse tek kompania Nerandit e dyqanit sigurisht që gjeni edhe njërën edhe tjetrën. Këto janë si tip komplekse që i konsumojmë me qumësht, me kos, me këto gjëra. Ndërsa këto për shembull e përdorim në biskota të ndryshme. Tani unë kam edhe këtë të hapur, kështu që për këtë do të më duhet 1 filxhan e gjysmë të çajit. Pra i masti me 1 filxhan çaj dhe me atë filloni dhe përfundoni. Domethënë duke matur të gjitha. Nëse është filxhani i çajit tuaj që është më i vogël, prap me të njëjtën gjë do të teproni. Ne kemi kështu bufalaq filxhanin ton dhe me këtë filxhan do t'i masim të gjitha. Ja do të shikoni, domethënë nuk është se bëhet një brum biskotash. Tani nuk është diçka, veç se vajzat e reja nëse në ashtu janë bërë ato më të shkata se neve. Kështu që tani këtu që ta plotësoj Anila do hedh edhe këtë tjetrin. Miellin e grurit. Nëse doni, mund edhe ta sitni, por këtu nuk ka nevojë sepse zakonisht sitim miellin që përdorim për kek, me qëllim që të na ndihmojë në rritjen e volumit. Tani këtu thjesht nëse jeni meraklie, domethënë që keni merak, por duhet të dini një gjë, të gjitha këto produktet janë shumë cilësore dhe nuk janë shumë të rregullta dhe të pastra. Pra 2 filxhan, domethënë 1 gjysmë tërshër, gjysmë filxhan nga mielli i zakonshëm. Do të fillojmë le të hedhim këtu tani me radhë. Baking powder. Nuk i duam shumë të ashtu, 1 lugë të çajit. Çaj që është mjaftueshëm. Do të hedhim krip. Edhe krip ai do të hedh, nuk hedh më tepër, është mjaftueshëm. Do të hedh edhe vaj, i përzihem këto një herë. Gjithmonë përzihem këto të ngurtat fillimisht. Pritë hedhim edhe djathin.
Tani djath gjysmë filxhani. E hedhim kështu me sy. Po. Përzihemi edhe djathin. Do të shtojmë edhe 4 lugë vaj. Mund të shtoni vaj ulliri ose edhe një vaj të zakonshëm. 4 lugë, okej. I numërove Anila, se pa dashur se po i numëroja. Tani do të hedhim edhe ujë. Edhe është gati. Ja, do të shikojmë, duhet të kisha matur Ujë me sy? Po, shiko tani, unë do të hedh me sy, jam visat le të shikojnë me janë kërpudhat, pjesën. Po, kërpudhat dhe janë në vaj dhe nuk ka nevojë që ti kullojmë fare ato. Fantastike, këto janë shumë të mira edhe për një sallatë, për një gjë kështu të ftohtë. Po. Shumë të mira që Janë kanë shikojnë. shumë të mira për sallatë, për këto lloje sufle, pra për çfarë nuk janë. T'ja u tregoj pak paketimin si e gjenit e në ranci, që janë të robos, okej. Është kompani e mirë, në fakt. Po, shumë, pa diskutim, da edhe po e tregoj, se si i gjeni edhe goxhant në peshë, do të thotë me këto gatuajmë për 4-5 persona në rastin e makaronave për shembull. Ja, gjysmë filxhani ujë ishte mjaftueshëm. Nuk ka nevojë për më tepër, thjesht tani një përpunim kështu, që të përthithet komplet mielli, edhe me lugë bëhet, s'ka nevojë që të... E hënë sot, prandaj. E hënë, papa. Zakonisht të hënave... E me ritmin pak me vonesë. është me vonesë e hëna. Bëhet një brumë shumë i mirë, dhe dalin biskota shumë të shishme. Pra duhet një brumë pak i fortë. Si kricina. Si thoni juve? Krokante, kërce. Në ato tretë. Tani këtë mielin, jetë pakës fare vaj, pak fare sa të shkëlqej, do me thënë kështu, jetë më ndihmoj për të punuar. Ta heqim se s'duhet më, edhe këto, edhe na vjen në ndimë, kjo letra. Blumi do të shkonte edhe ndonjë kështu? Çfarë? Po ndonjë far lule dielli, a? Shiko, do bëjmë një ditë tjetër, nga ato do me thonë me far lule dielli, me fara të ndryshme, kungulli, lule dielli, paralini, që mund të bëjmë, do me thënë... Shumë të mira bëhen dhe ato, që i gjenë të gatshme përgjithsisht, po kemi thënë gjithmonë se gjithçka që përgatitet vetë në shtëpi ka një shije tjetër, ka një lezet tjetër. Ka një tjetër shije. Dhe këto janë nga ato biskota që qëndrojnë gjatë në shtëpi, se nuk kanë as vezë, as gjë që mund të prishet. Po dhe po qëndruan gjatë, se mënyra se si bëjnë. Jo, e kam fjalën që mund të ruhen, do me thënë. Sigurisht, në një kavanoz qelqi, në ato që janë enkas për biskota, i mbajnë aty, i merrni me vete në çantën tuaj, mund t'ja jepni me fëmijëve kur kanë nevojë të konsumojnë diçka gjatë ditës për t'i ngrënë. Edhe... Ta e qëmë të tasin të duhet më? Jo, nuk më duhet, po, faleminderit që të kemi edhe ato. Pra, mendimën e letrës të kushinës i sheshojmë. Dhe hapim kollaj. Ta fillojmë kështu tani, që të... Sa e trash duhet? As gjysëm do me thënë 2-3 milimetër. Duhet e shesh dhe vërë. E shesh, jo shumë të. Do dalin kështu se dhe do marrin një qikë rritjen e volumit nga pjesa e... Po, e plurës. Po. Po jo dhe shumë, sepse nuk do t'i bëjmë, nuk janë biskota shumë të... Ja dhe pak edhe... Ta hapim edhe pak nga kjo anë. Në fakt kjo letra, si që është, do të vendosim direkt edhe në tepsi, që të na ndihmoj që mos të nxjerrim një nga një. Kështu të palosur? Jo të palosur, do të hapim, por... Do të presim? Po. Do japim, okej. E do të vendosim në tepsi. Dhe po këtu në këtë letër, do me thënë, kështu i bje. Ja, do të shojmë të gjitha këto që kanë ti po në thot, do t'i tregoj duke i parë edhe ju në ekran
Ndërkohë, këto biskotat janë vetëm një nga recetat që po sjellim këtë ditë të hënë. Kemi përgatitur gjithashtu një supë me thjerza. Unë po e rikujtoj për ju që nuk na keni ndjekur në pjesën e parë, në një tenxhere me ujë të ftohtë kemi shtuar thjerzat. Këtë herë kemi zgjedhur thjerzat e kuqe që janë shumë të këndshme në fakt dhe kanë goxha vlera ushqyese. Dhe në të njëjtën tenxhere kemi shtuar miksin e erëzave, i cili brenda ka edhe kripën, dhe ja kujtojmë gjithmonë që të keni pak kujdes kur e përdorni për të mos e tepruar me shtesat e tjera të shijes së kripur. Janë ngrirë në një blender qep, speci kuq dhe karrota. Të gjitha këto janë vendosur së bashku në të njëjtën tenxhere. Edhe do t'i lëmë që të zjejnë për disa minuta radhazit, dhe kështu kemi përftuar një supë të thjeshtë edhe shumë të shëndetshme për të nisur edhe javën. Një recet me makarona jemi duke përgatitur tani, të cilën do t'a vazhdojmë pas pak, ku do të përfshim edhe përbërësit e tjerë të kësaj recete. Shohim ndërkohë pak se si Kati është duke prerë biskotat, pra në shirita. Këto i heqim që mos të na dalin në këtë mënyrë, ndoshta i mbledhim edhe i rregullojmë prapë. Por edhe kështu të dalin nuk është problem, me thënë që se kanë atë formën tamam. I heqim dhe mund t'i bëjmë në një pjesë tjetër. Jemi tani këtu. Ja ku e keni në ekran edhe recetën e biskotave të kripura. Në mes të tyre, do me thënë, u bëjmë nga një kështu. Që të mos i lejoj që të marrin shumë volum. Okej. Temperatura e pjekjes janë të gjatë holla. 180 gradë, 170-180 gradë, varet nga lloji furave. Dhe do t'i lëmë këtë, e mbajmë tani për momentin, për 15-20 minuta. Varet do me thënë nga sa trasi. Okej, shumë mirë. Okej, atëherë, shiko ta sillun tavën se po. Këtë do përdorim. Po, atë. Ja ishte letrën që ka, apo nuk prish po me 2 letra? Ta heqim, faktikisht mendova që ta vëja atje, po s'ka gjë. Më mirë kështu, se nuk i lëvizin fare nga vendi. Ja. Okej, ja, ta afrojmë një moment për... Dhe është gati për ta vendosur në furrë. Atëherë, ky është rezultati. Këtë tavë ne e vendosim në furrë duke respektuar temperaturën dhe minutazhin e pjekjes. Edhe i kemi gati. Është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Në 10 minuta nuk di se sa ne do t'i kemi gati, por do t'i nxjerrim nga furra para se të ndahemi dhe të shohim se në cilën fazë jemi. Tani, me çdo merremi me thjerza apo me makaronat? Jo, do bëjmë makaronat shpejt, sepse edhe makaronat nuk duan shumë kohë, pastrojmë pak atë pjesën e anës tavolinës. Atëherë, për makaronat edhe këtu i kemi zjerë, do me thënë duhet të zjenë shumë pak, neve i lam tani sepse thamë që duhem të prisnim dhe juve të t'i shikonin. Do të bëjmë direkt dhe do t'i hedhim këtu tek tava, pak vaj fillimisht, megjithse do të shtoj edhe pak vaj tjetër brenda, nuk është se do bëhet përzierja direkt në tavë. Okej. Kam mbajtur dhe pak lëngje nga makaronat. Duan të jenë pra këtë, nuk duan të kullohen të gjitha. Jo komplet, do me thënë në këta. Tani, do të hedhë një pjesë djathë që do të përzjej. Do mbaj këtë që do të bëjmë me qumësht, me pana dhe me vezë. Për t'ja shtuar sipër? Në momentin e fundit, po. Do të hedhim kërpudhat edhe, unë do t'i hedhë me sy tani, juve në shtëpi shikoni, do me thënë që të zëj në mas të... Do mbaj dhe pak për të... Për pjesën e sipërme? Pjesën e sipërme, do të hedhim domate të cilat kështu praktike është më mirë që t'i bëni. Se nuk bëjmë shumë në pisë, fundi aty do të hidhe dhe do të përzien të gjitha. Do të përzien mirë është pastaj që t'i përzien i mirë. Këtu nuk ka nevojë që t'i kullojmë këto kërpudha, si që shikoni kemi kërpudha të cilat janë në vaj. Nuk hedhim vajin e tyre shumë bëna. Janë gati për të konsumuar, kështu që nuk ka nevojë fare. I bëjmë sallatat të ndryshme. I kemi gati, bëjnë shumë të mira, bëjnë shumë të shishme dhe në një bashkëpunim tani me këtë panën edhe me djathin edhe me këto. Një kombinim shumë. Tani për punën e vezëve po do një hidheni, po do një mos i hidhni, por një tjetër shije. Por që mund të bëhet të shtresën sipër, që veza e ndihmon. Mund të bëhet edhe pa vezë. Edhe pa vezë. Qartë.
sikur zvendësojmë mishin, fileton e pulës, kërpudhat. Është, si thuash, protein bimore. Sufle me makarona e kërpudha, jemi duke përgatitur 300 gram makarona, një konservë kërpudha ose 400 gram kërpudha të freskëta, 10 domate të pjekura në vaj, 2 filxhan pana djath kaçkavall vaj, krip piper dhe ar moskat. Kati kam një pyetje, në rast se zonjat duan të zgjedhin ta përgatisin këtë recetë me kërpudha të freskëta. Çfarë do bëjmë përpara? Do t'i kalojmë një skuqje? Po, një kavërdisje të lehtë me patjetër. Okej. Ta themi edhe këtë, se ndoshta është kjo zgjedhja e tyre. Armoskati, vezët edhe djathin. Tani kjo është pjesa e fundit. Edhe në fund fare, nëse duam prap pak gjalp, aty këtu që themu, ose dhe mund mos jedhin fare, sepse pana gjalp është. Me thënë është, si thuash, një hap më mbrapa se sa gjalpi. Se panën, po ta përzijem në mikser, bëhet gjalp. Ngurcohet trashët. Kështu që kjo është. Ose keni merak, do me thënë që janë kështu makarona, se gjatë momenti që do të zihen tani në furrë, ato do të rrisin volumin dhe nuk do na bëjnë të thata në krye fare. Kjo recet? Si po, t'i hedhim pak... Po i hedhim dhe pak gjalp, i shkon makaronave gjalpi. Hajde, bëm që e bëm. E bëm që bëm, ta bëm të plotësuar. Ta bëm tamam, po. Nuk ka nevojë për shumë gatima, po jo, thjesht të mpikset e gjitha në formën e një pastiçeje, pak më të lëndshme, besoj. Shiko, për mua 15 minuta në furrë dhe ta hiqni pastaj sepse janë të zjera të gjitha, ta hiqni dhe ta lëni të qëndrojë që të mpikset jashtë furrës. Është më mirë se sa ta lëni në furrë 25 minuta dhe kur e nxini jashtë pastaj thahet shumë. Pra të jetë pak, të ketë ato lëngjet e panës, ose... Në kuptoj. Tani do thuash hodhëm pak. Nuk është shumë gjalp faktikisht. Kjo një lugë e supës është e gjitha. Plus që si që themi gjithmonë, kjo është një gatim për 4 persona në mos më shumë se 4. Jo, tani kjo është më shumë se 4. Është dhe thelltava edhe madhe. Kështu që nëse bëni një ndarje të porcionave, nuk i përkon më shumë se një lugë e çajit gjalp secilit. Jemi në rregull. Që të jemi të kujdesshëm dhe me kaloritë. Më fal. Jo, doja të ndihmoja. Faleminderit Anila dhe më fal, kërkoj ndjesë. Po që thua me katë, që thua? Ja këto tani, kështu, si që është në furrë, në temperaturën 180-200 gradë, lëreni për një 15 minuta, ashtu si që thash, hiqeni, lëreni temperaturë të ambient, sa të marri këtë faqen si përfaqësore, këtë shikoni. Po mori faqe, hiqeni me njerë dhe lëreni jashtë në ambient të guzhinës tuaj dhe sigurisht që do t'jetë gati, nuk ka nevoj për më tepër. Atëherë, të furra poshtë, të ndihmoj unë se kjo tava si që dime dhe e themi gjithmonë, vërtet gatuan shumë mirë, po është shumë e rëndë. Atëherë, mendoj që gjatë kësaj kohe që ne kemi përgatitur biskotat edhe tavën me makarona që vendosëm në furrë, besoj Kati që thjerëzat tona janë zjera, po jo. Thjerëzat janë bërë gati. Kështu që ne shkurtimisht do të bëjmë një përmbledhje të asaj që kemi gatuar deri në këto momente, do të shërbejmë në pjatë edhe thjerëzat. Do nxjerrin dhe biskotat. Po, të cilat shumë pak do të duan dhe besojnë... Në ngjyrë bezh bëjnë ato, nuk ka nevojë për të marrë ngjyrë. Për atë pjekjen e kafeit, ndërkohë unë po ju kujtoj pak shkurtimisht se gjithçka që kemi mbytyryer sot, të gjithë përbërësit që kemi prekur me duar hap pas hapi dhe kemi treguar tek ju mënyrën se si kanë përfunduar këto receta, mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranxi, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Ne themi vazhdimisht që një tabelë të tillë si kjo që po shikoni në ekran në këto momente të dyqaneve organike në Ranxi e gjeni kudo, kështu që me një vizitë do zbuloni një gamë të gjerë të produkteve me gjithçka keni aty brenda në fakt, gjithçka që i nevojitet shtëpisuar recetave tuaja dhe mbi të gjitha, shëndetit tuaj, sepse është e rëndësishme të konsumojmë produkte të shëndetshme ku ne marrim vlerat ushqyese dhe fillojmë të ndërtojmë një regjim ushqimor të nevojshëm për të gjithë familjen. Ne do të shërbejmë tani në pjatë thjersat dhe do të shohim së bashku në ekran recetat me të gjithë përbërësit që kemi treguar si në pjesën e parë ashtu edhe në pjesën e dytë, për të bërë kështu një përmbledhje të gatimeve të ditës së sotme. Të duhet një garuzhe shoh. Ne të shikojmë edhe thjersat. Të shohim që kemi bërë. Ja. Shiko se sa të mira janë bërë. Pra tham vinë në formën e një supe.
Nuk as të mpikshura, do me thënë të bëhen si thua aq sa duhet, ja. Kështu duhet supa. Një supë e lehtë, shumë e shishme dhe e shëndetshme me përbërësit që neve hodhëm brenda, pra qep, karotë edhe një spec gogozhare. Pra këto janë, gjithashtu kemi shtuar edhe një lugë mix erzash, që atje i ka të gjitha llojt e erzave. Pra është një supë shumë e mirë, shumë e shishme edhe e shëndetshme, sidomos sot për këtë ditën e sotme, nuk di që ju them. Nuk di që ju them. Si pas dëshirës, mund të shtoni pak rigon edhe pak vaj ulliri. Oke, ja, ku e keni? Shumë shënduar të kate. Faleminderit të dashur, se ku kisha pak rigon këtu. Ka të gjitha kemi neve këtu, se... I kemi. I kemi shtëpim plot. Puna është ku i kemi. Mirë, po dhe pëse kemi. Dhe pëse kemi, do t'a gjem. Dhe ja u gjem. Dhe gjedën shpejt sot. Kemi thënë të hënave jemi një që kështu. Si nisje jave, në lëvizin të gjëra. Kjo është supa që si e pat bëhet shumë shpejt. Mjafton që të keni thjerëzat, qoftë jeshile, qoftë edhe të kuqe. Bëni një miksim të speci të qepës edhe të karotës, i hidhni brenda në ujë të ftohtë të gjitha bashkë dhe e keni gati. Pra i lëni që të ziejnë në zjarr të avashët, që të si thua të lëshohen ato dhe të mpikse. Po, të trashet dhe lëngu të bëhen dhe i kemi në rregull. Atëherë, si duket, duan dhe pak? Duan edhe pak, faktikisht. Duan edhe pak fare, se po kemi në 3 minuta kemi në fakt, a i sa për të kujtuar pak mënyrat se si ju na gjeni, për ju që nuk në ndishni do të çdo mëngjes, që gjatë kohës që na shihni mund të jeni në zyrë, mund të jeni në ndonjë kafe dhe nuk na dëgjoni do gjithçka që po themi, po thjesht shikoni ato pjatat e bukura e të shishme dhe ju hapi Morexin kështu nga Vila 24, mund të klikoni pak minuta më vonë në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube. Pra, në News 24, kanali zyrtar i televizionit, aty gjeni gjithçka në fakt, që nga informacionet e rifreskuara minut pas minute, programacioni larmishëm të News 24, gjithashtu edhe Vila 24. Dhe nëse na doni vetëm ne, siç e them gjithmonë, pra nëse po kërkoni vetëm recetat tona të gatimit apo ndonjë pjesë së këtij transmetimi që duhet ta riktheni, klikoni në kanalin zyrtar të Vila 24 pikërisht me këtë emër Vila 24. Dhe pastaj keni dhe Balkan Webin aty gjithmonë, i cili na suporton jo vetëm recetat tona me ato fotot ilustruese të gatimeve që ndonjëherë na mbeten të papërfunduara, por edhe të përfunduara. Pra ajo është, le të themi, ajo rruga e radhës për të takuar me mua edhe me Katin çdo ditë. Shiko, Anila. Po të shikoj, Kati. Nuk është se pjesë janë bërë, neve faktikisht i nxorëm për t'i treguar këto cepat për shembull, që janë më të hollë, sepse ç'është e vërteta neve këtu i dham pak temperaturë më lart, prandaj edhe na u bën edhe më shpejt. Por juve në shtëpi do të ndihni atë mënyrën se si neve tham, 180, 170, 180 gradë do t'i lëni 20-25 minuta dhe do t'i keni gati. Ndërkohë që do t'i nxirrni, do t'jenë pak si të buta, pastaj ato do të bëhen krokante. Dhe janë shumë të mira dhe shumë të shijshme. Provojeni në shtëpia tuaj sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura, jo vetëm ju, por edhe fëmijët tuaj. Bëhen biskota shumë të mira, pra edhe me shije, edhe me vlera ushqimore, dhe nuk është ajo që them që tërshëre dhe do me thënë, tërshëra ka vlera ushqimore, ka të gjitha ka vlera të ushqimore. Unë jam me mendimit që duhet të konsumojmë nga të gjitha edhe nga pak. Është gjëja më e mirë. Tani ta sjellim edhe e sjellim edhe tavën me makarona thjesht po. Ka mbaruar. Të cilën do ta rikthejmë përsëri në furrë, por ta rikthejmë qëse jemi në mbyllje të këndit të gatimit për treguar edhe një herë se cila është receta tjetër, ajo dreka e plotë e ditës së sotme, pra ajo është pjata kryesore. Supën mund ta keni për të nisur një vakt, po pse jo dhe kësaj supës me thjesht, mjafton t'i shtoni një sallatë, edhe mund të jetë edhe kjo dreka përsipër. Ja, ku e ke për sot? Doja të thoja që duhet marrë një stres. Edhe mua më pëlqejnë. Më pëlqejnë jashtëzakonisht kërpudhat dhe si të them që është një sufle jashtëzakonisht e mirë edhe shijshme, qoftë me këto të konservuara që i keni gati, dhe është mirë që të kemi her pas here në dollapet tona gjërat konservuara sepse na ndihmojnë në moment për ta bërë nëse kemi gati ato, e ndërtojmë shpejt e shpejt. Edhe del një gatim shumë i shijshëm edhe i shëndetshëm. Të lumshin duart, Kati, faleminderit për të treja idetë që na solle këtë ditë të hëna.
kënaqësi si gjithmonë që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit edhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina, mirupafshim. Kalofshi një ditë sa më të bukur dhe ju bëft mirë. Mos hezitoni të përgatisni në familjet tuaja. Të treja, do me thënë, si tuash janë të njojtura, do me thënë ndoshta edhe për ju, por mënyra se si bëhet është pak si më ndryshe. Më të thjeshta, më të shpejta. Faleminderit, Katrin. Nesër do të jemi së bashku përsëri që herët me të tjera gatime. Tani është momenti që të shkëputemi për një hapësirë publicitare.